Ajo që askush nuk e priste ndodhi. Edhe pse gjatë gjithë kohës një nga publiku si favoriti numër 1, Matteo u largua si i treti nga finalja e Big Brother VIP5. Matteo ishte një nga lojtarët më të fortë të këtij edicioni. Gjatë gjithë rrugtimit të tij, ai u vlerësua për qetësinë, vetkontrollin dhe mënyrën e qëndrueshme të lojës, edhe në momentet më të tensionuara brenda shtëpisë. Ai fitoi disa gara të rëndësishme ku vendosë publiku dhe shpesh u shpall si banori më i preferuar. Sipas pothuajse të gjitha sondazheve në rrjetet sociale, Matteo konsiderohej fitues i padiskutueshëm. Vetëm në pak raste ai i kalohej nga Selin, por ja që realiteti në finale doli krejt ndryshe nga ajo që tregonte publiku online. Si është e mundur që një banor që dominoi gjithë lojën, që fitoi zemrat e publikut dhe që ishte favorit absolut, të mos arrijas në dyshen finale? Ky mbetet një nga momentet më të çuditshme dhe më befasuese të kësaj finaleje. Edhe pse shumë prej nesh kanë të vështirë ta besojnë këtë rezultat, në fund të fundit duhet të pranojmë vendimin, pasi ky është formati i Big Brother VIP Albania, një spektakël që gjithmonë ka sjellë diskutime dhe dyshime nga publiku ndër vite. Megjithatë, pyetja mbetet, si mund të dalë i treti, personazhi më i dashur dhe më i votuar i sezonit? Pas eliminimit të tij, në podin final mbetën Selin dhe Miri. Dhe këtu lind edhe habia më e madhe, si mund të mos jetë Matteo në finale, ndërkohë që aty shndron një banor që për 120 ditë u përmend më shumë për lidhjen dhe momentet në krevat me Selin sesa për lojën e tij. Në fund, fituese e edicionit të 5 u shpall Selin. Por për shumë kënd, fituesi moral i këtij sezoni mbetet Matteo.